Nëse hani 8 kokra ara në ditë për një javë, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trurit dhe kockave. Arat janë një produkt i jashtëzakonshëm veçanërisht për nevojat e trupit, sidomos gjatë vjeshtës. Ato janë vërtet një minjerë antioksidantëve efektiv për shëndetin e zemrës, trurit dhe të gjithë sistemit kockor. Gjithashtu për më tepër, këto produkte përfshihen në listën e ushqimeve që ndihmojnë në parandalimin e radikaleve të lira. Frutat e arave janë në një koncentrat i acidit lineolik, një substancë që mbron sistemin kardiovaskular, rregullon qarkullimin e mirë të gjakut, ul kolesterolin e keq dhe rregullon normat e tensionit të lartë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përdorimi i arave forcon thonjtë dhe flokët, zvogëlon çrregullimet e organizmit gjatë vjeshtës dhe funksionon kundër artritit reumatoid. Në këtë mënyrë mirëmban shëndetin e kockave dhe largon mundësinë e osteoporozës. Studimet e fundit tregojnë se acidet omega-3 ku bëjnë pjesë edhe acidet lineolike të arave përmirësojnë energjinë të personat që i konsumojnë ato. Veprimi i arave si produkt anti-inflamator i atribuohet sinergjisë midis acidit elagjik dhe vitaminës C, efektive kundër inflamacionit dhe degenerimeve të qelizave. Përfundimisht, omega-3 që përmbajnë arat veprojnë gjithashtu në tru, duke përmirësuar funksione nervore, aftësinë të mësuarit dhe kujtesën. Por pse duhet të përdoren veçanërisht arat natyrale shqiptare? Për të përfituar maksimumin e fuqive shëruese të arave, është e këshillueshme të konsumoni ato sa më natyrale, të cilat nuk janë nënshtruar trajtimeve kimike. Mundohuni të mos blini arat super të bukura, të trajtuara me zbardhues ose kimikate të tjera. Sigurohuni të blini dhe të konsumoni ara shqiptare që kanë në një lëvozhë më të errët dhe të njohur, që sigurisht nuk janë nënshtruar asnjë trajtimi kimik. Arat më të mira kanë një mallësi mesatare, nuk kanë në vrazhdësi të tepërt dhe fruti duhet të jetë i freskët, i thatë dhe plot me vaj. Është mirë të shmangen edhe arat e qëruara pasi kontakti gjatë me ajrin i bën arat të humbasin shumicën antioksidantëve aktiv. Konsumojeni arat në këtë mënyrë. Është mirë të mos e tejkaloni sasinë prej 8 kokra të plota në ditë. Si çdo frut aror tjetër, arat janë shumë të pasur me kalori. Ato mund të mbahen në një vend të freskët, mundësisht të errët. Më të mira për të ngrënë janë ato të mëngjesit ose gjatë ditës, si një ushqim i lehtë. Arat sigurojnë një mbështetje të mira natyrale për energji, një ndjenjë të mirë të ngopjes dhe një furnizim të rëndësishëm të vitaminës B6 dhe vitaminës C, tiaminës dhe zinkut, shumë të dobishme gjithashtu edhe për shëndetin e indeve nervore. Përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do të japë rezultate fantastike edhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit. Arat janë aleate ideale për zorët e shëndetshme, nga fibrat e omega-3 jap se një grusht me ara në ditë mund të sjellë përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Shëndeti i sistemit tretës është më tepër se sa një jashtëqitje e rregullt. Ai ndikon në imunitet, nivelin e energjisë, madje edhe në gjendjen e mirë shpirtërore. Në qendër të gjithçkaje ndodhet zorra dhe miliarda mikroorganizma që jetojnë aty. Nëse dëshirojmë të ruajmë këtë mikroflorë të shëndetshme, ushqimi luan një rol kyç, dhe ndër të gjitha ushqimet që ndihmojnë zorët, një frut i thatë veçohet në këtë. Sipas gastroenterologu Dr. William Belzwitz, zgjidhja më e mirë për shëndetin e zorëve janë arrat. Jap se pikërisht ato e meritojnë titullin e frutit më të dobishëm për tretjen. Fijet ushqimore që gjenden te arrat ushqejnë bakteriet e dobishme. Një porcion me arra përmban afërsisht 2 gram fibër ushqimore. Siç shpjegon gastroenterologu për Eating Well, fijet, pra fibrat, janë thelbësore për shëndetin e mikrobiomës. Shumica e njerëzve i konsumojnë shumë më pak se sa sasia e rekomanduar. Fibrat nxisin jashtëqitjen e rregullt, parandalojnë kapsllëkun dhe ushqejnë bakteriet e dobishme të sistemit tretës. Rezultati është një mikroflorë e balancuar dhe një tretje gjithashtu më e mirë. Acidet yndyrore omega-3 ulin inflamacionin. Arrat janë një nga burrimet e rralla bimore të acideve yndyrore omega-3, konkretisht acidit alfa-lineolik. Përveç se janë të mira për zemrën, yndyrat omega-3 ndikojnë pozitivisht edhe te zorët. Ato mund të ndihmojnë në rritjen e bakterieve të dobishme dhe në reduktimin e inflamacionit që dëmton mukozën e zorëve. Kjo forcon barierën mbrojtëse të mureve të zorëve dhe ul rrezikun e substancave të dëmshme që qarkullojnë edhe në gjak. Nxisin prodhimin e acidit butyrik.
Acidi butyrik është një acid yndyror me zinxhir të shkurtër, i rëndësishëm për shëndetjen e zorrës së trashë. Nivelet më të larta të butiratit në zorë janë të lidhura edhe me pak inflamacion, qarkullim më të mirë të gjakut, funksione më të rregullta të zorëve dhe një mikrobiomë më të shëndetshme. Ky acid vepron si një karburant për qelizat e zorëve dhe mbështet drejt për së drejti një tretje të shëndetshme. Antioksidantët që gjenden te arrat fuqizojnë mbrojtjen e qelizave të zorëve. Arrat janë të pasura me antioksidant, gjithashtu edhe me flavonoide të cilat mbrojnë qelizat e zorëve dhe nga stresi oksidativ. Një proces që mund të shkaktojë dëmtime të indeve dhe inflamacioneve kronike, citon eating well. Gjithashtu konsumi i arrave në dietën tuaj, të paktën një grusht me arra çdo ditë, është një mundësi shumë e mirë jo vetëm për shëndetin e zorëve, por gjithashtu edhe për stomakun. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut dhe të aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët për të ruajtur balancën e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si probiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt të arrave parandalon inflamacionin, ishemin dhe problemet e zorrës së trashë. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për ata që duan të bien nga pesha. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasur me fibër, e cila ju mban të ngopur për më gjatë dhe përshpejton metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për rënien nga pesha nëse konsumohen me matur. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrave dhjamore dhe frenojnë oreksin. Arrat janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e trurit. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen një super ushqim i mirë për shëndetin e trurit, sepse janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram arra në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit, në përpunimin e informacionit, kujtesën dhe në përqendrim. Duke qenë se ato janë të pasur me antioksidantë, acide yndyrore, poli të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin, ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë në të mirë të trurit. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë për të përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj. Arrorët janë të mirë për shëndetin e zemrës dhe ulin rrezikun e humbjes së jetës së parakohshme nga sëmundjet e zemrës. Ato mund të quhen të dëmshme vetëm nëse jeni alergjik prej tyre, në të kundërt mund t'i bëni pjesë të regjimeve tuaja ushqimore, të paktën 8 kokra arra çdo ditë. Një nga mënyrat se si arrat ju ndihmojnë në mirëmbajtjen e shëndetit të zemrës është se ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ky i fundit luan një rol kryesor në bllokimin e enëve të gjakut. Ngrënia e tyre ndihmon në uljen e gjasave të mpiksjes së gjakut, fal të cilës edhe zemra pëson një atak fatal. Arrat kanë vlera fantastike për shëndetin. Arrorët janë të pasur me proteina, por edhe disa substanca të shëndetshme. Ato janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Këto acide gjenden kryesisht te peshqit dhe arrorët. Acidet yndyrore janë të shëndetshme gjithashtu edhe për mbrojtjen e organizmit. Ato mund t'japin rezultate fantastike edhe për shëndetin e zemrës. Gjithashtu, ato janë të pasur edhe me fibra. Të gjitha arrorët përmbajnë fibër që ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Fibra luan një rol kryesor edhe në parandalimin e diabetit të tipit 2. Vitamina E që gjendet te arrat parandalon bllokimin e enëve të gjakut, të cilat shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjet koronare. 80% e përmbajtjes së arrorëve janë yndyrna, ndërsa pjesa më e madhe e këtyre yndyrnave janë të shëndetshme dhe duhet të hahen pa e tepruar. Sasia e nevojshme është të paktën 8 kokra arra çdo ditë, jo më shumë. Nëse e përfshini arrën në dietën tuaj, dijeni se po merrni një sër përfitimesh. Nëse jeni alergjik prej tyre, mos i konsumoni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.